Një ngjarje tejes që dësuese ka ndodhur së fundmi në ambientet e sigurisë së lartë, ku mbahet i paraburgosur ish kryetari i Bashkisë së Tiranës zoti Erion Veliaj. Sipas burimeve të brendshme, një përplasje fizike ka shpërthyer në qelinë ku ndodhej ai, duke krijuar një situatë të rënduar dhe me pasoja të rënda. Edhe pse Veliaj nuk ka pësuar dëmtime të mëdha, ngjarja ka rezultuar fatale për bashkëqelin e tij, i cili, sipas informacioneve paraprake, ka humbur jetën gjatë përpjekjes për të ndërhyrë apo për të qetësuar situatën. Incidenti ka ngritur një sër pikë pyetjesh dhe reagimesh të forta, jo vetëm në radhët e institucioneve, por edhe në opinionin publik. Personi që ndante qelin me zotin Veliaj është raportuar se ka ndërruar jetë pas një grindjeje të ashpër që mbetet ende e paqartë në rrethanat e saj të plota. Veliaj, në një komunikim të shkurtër me avokatët e tij, ka lënë të nënkuptohet se ky incident nuk ishte rastësor, por mund të jetë rezultati një manovre të organizuar me sfond politik. Këto dyshime kanë hapur diskutime të reja mbi nivelin e sigurisë dhe mbi ndikimin e politikës në jetën e të paraburgosurve. Pas incidentit, Erion Veliaj ka marrë menjëherë ndihmën mjekësore të nevojshme. Fatmirësisht, dëmtimet e tij kanë qenë të lehta dhe nuk kanë paraqitur rrezik për jetën. Burimet e besueshme nga brenda institucionit të vuajtjes së dënimit kanë bërë të ditur se ai ndodhet në gjendje të qëndrueshme dhe ka kërkuar të informohet vazhdimisht mbi hetimet që po kryhen në lidhje me këtë ngjarje. Autoritetet kanë nisur një hetim të zgjeruar për të përcaktuar arsyet që çuan në konfliktin fatal dhe për të sqaruar nëse vdekja e të burgosurit tjetër lidhet drejt për drejt me ndonjë nxitje, planifikim apo neglizhencë. Ndërkohë, Veliaj ka sugjeruar se konflikti mund të jetë nxitur nga faktorë të jashtëm, të cilët kanë interesa të lidhura me pozicionin e tij dhe zhvillimet e fundit politike. Ai ka qenë i kujdesshëm për të mos përmendur emra, por ka lënë të kuptohet se ndodhja mund të ketë qenë pjesë e një skenari më të gjerë. Kjo ngjarje ka thellua shqetësimet për sigurinë e figurave publike që ndodhen në paraburgim dhe ka nxitur thirrje për më shumë transparencë në menaxhimin e institucioneve të vuajtjes së dënimit. Mbetet për tu parë se si do të evoluojnë hetimet në ditët në vijim dhe nëse do të konfirmohen dyshimet e ngritura nga vet Veliaj. Po, ju çfarë mendoni për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.